dua të përcjell përsëri dëmtuarve nga kjo goditje e fatkeqësisë së kësaj here, se ne do të qëndrojmë me të njëjtin dinjitet njerëzor, shtetëror dhe politik çdo detyrimi ndaj tyre, qoftë për banesat, qoftë për gjën e gjallë. Puna jonë intensive nuk mbyllet me përmirësimin e situatës motit, por do të vazhdojë me riparimin e dëmeve në infrastrukturë dhe të çdo dëmi në familjet e prekura nga uji. Ekipet tona të verifikimeve janë në terren që nga dita e parë, ndërkohë që Ministria e Financave e ka të përgatitur tani më të gjithë planin me skenarët e dëmshpërblimit. Presim rezultatin përfunditar të verifikimeve për të kaluar në fazën e dëmshpërblimeve. Dhe mos harroni, kur ne erdhëm në qeveri, në malin e borxheve që na lanë trashëgim, aleatët e sotëm të fatkeqësive ishin dhe 2 kodra të larta borxhesh nga përmbytjet e zonës Shkodrës. Ne i shlyem një ato borxhe për ata njerëz dhe nuk kemi hyrë më në asnjë borxh të kësaj natyre me njerëzit e këtij vendi, sepse erdhëm për të ndërtuar një Shqipëri tjetër dhe kjo është Shqipëria tjetër që nuk i lë vetëm njerëzit e saj. Kur bë. Ashtu si zotuam në fushatën e 83 mandateve dhe siç ngritëm 83 kartona të gjelbër në kuvend pro rritjes graduale të pensioneve gjatë këtij mandati historik, tani më e kemi nisur kthesën. Sipas kategorive përkatëse, pensionistët që prej këtij janari përfitojnë një rritje e cila çdo janar do të dyfishohet. Pra janarin e ardhshëm do të marrin 2 fishin e shtesës këtij janari. Janarin pas tij 3 fishin e shtesës këtij janari. Pastaj 4 fishin e këtij janari dhe në Shqipëri në 2030 do të ndalet ky progresion tek 5 fishimi i shtesës së mirë së ardhur të janarit të këtij viti, pra të këtij viti. Kjo kthesë është një çlirim i madh për mua. U deshën vite reformash. U desh një përpjekje e madhe për rritje ekonomike. U desh një përmirësim rrënjësor në mbledhjen dhe administrimin e të ardhurave. U desh shumë çka që të vinim në pikën ku një Shqipëri tjetër, nga ajo 10 vite më parë, të bëhet vendi i rritjes pensioneve pa minuar themelet e stabilitetit financiar të shtëpisë sonë përbashkët. Unë e di se si kam shtrënguar dhëmbët për të bërë durim, se si ndjesha, se si sikletoshesha, se si me zinxhira fjalë kur thosha s'ka mundësi, nuk kemi lek për ta bërë, s'është e mundur. Duhet fillimisht të rrisim mundësitë e shtetit, se bëjmë dot, se nuk mund minojmë shtëpinë ku rriten fëmijët tanë. E pra, duruam, por më në fund erdhëm në këtë pikë, sepse punuam çdo ditë për kthesën që sapo ka nisur. Dhe më e mira është e gjitha përpara, për gjyshet dhe gjyshrit e këtij vendi.